Dje zyrtar policor nga DPB Gostivar kanë privuar nga liria personin një 28 vjeçar nga fshati Senakosi i Gostivarit, gjatë bastisjes në shtëpinë e tij dhe objektet ndihmëse të kryer me urdhër gjyqësor, zyrtarët policor kanë gjetur dhe sekuestruar marijuan. Dje në ora 16:30 në rrugën Risto Oxhaklieski në Gostivar, zyrtar policor nga DPB Gostivar kanë arrestuar një 45 vjeçar nga Gostivari pasi ka prishur rendin dhe qetësinë publike. Dhe pas marrjes së masave është konstatuar se është në ndikimin e alkoolit. Gjithsesi janë matur 1.67 promil alkool në gjak. Që në ora 22:20 në Gostivar, në vendin e quajtur Qelqore, zyrtar policor nga DPB Gostivar kanë privuar nga liria një 34 vjeçar nga Gostivari, i cili drejtonte automjetin e udhëtarëve Fiat me targa të Gostivarit pa pasur të dhënë provimin për patent shoferi. Gjë ora 14:55 në SPB Tetov, një 44 vjeçar nga Tetova ka denoncuar se rreth orës 12 në një shkollë fillore, djali i tij i mitur është sulmuar fizikisht nga një bashkënxënës i tij, po merren masa për zbardhjen e rastit. Gjë ora 20:15 zyrtar policor nga departamenti i policisë Gallat kanë privuar nga liria një person nga një fshat i Gostivarit duke vepruar sipas denoncimeve paraprake, se ka drejtuar kërcënime ndaj ish-partneres së tij 35 vjeçare dhe familjes së saj. Pas dokumentimit të plot të rastit do të vijojë para shtresë përkatëse. Gjë në ora 19 në departamentin e policisë Rostush, një 21 vjeçar ka denoncuar se në vendin e quajtur Qeshma e Poshtme, në fshatin Skudrinj, pas një mosmarrëveshje paraprake për vend parkim, është sulmuar fizikisht nga një 50 vjeçar, të dy nga fshati Skurduj, komuna e Mavrovës dhe Rostushës. Gjë në ora 22:15 në DPB Gostivar është denoncuar prishje e rendit dhe qetësisë publike me përleshje fizike mes dy personave. Gjatë ndërmarrjes së masave, zyrtarët policor kanë gjetur të lënduar njërin prej tyre, të cilit i është dhënë ndihmë nga qytetarët, ndërsa personi tjetër është larguar nga vendi ngjarjes. Gjë në orën 22:50 në fshatin Pallçishti Poshtëm, komuna e Bogovinës, zyrtar policor nga departamenti i policisë Kamjan kanë privuar nga liria 4 persona, të gjithë nga fshati Toplic, pasi gjatë kontrollit të automjetit të udhëtarëve Opel me targa të Gostivarit, të cilin e drejtonte SH, ndërsa të tjerët ishin pasagjer. Në automjet është gjetur dhe sekuestruar marijuan. Gjë në ora 16 në rrugën rajonale Shkup Tetov, në fshatin Zhelin, zyrtar policor kanë ndaluar automjetin e udhëtarëve Mercedes me targa të Tetovës, të drejtuar nga një 31 vjeçar nga fshati Rogle, komuna e Zhelinas. Gjatë kontrollit të ushtruar, zyrtarët policor kanë konstatuar se i denoncuari kryen transport publik të udhëtarëve pa licencë. Sot 40 minuta pas mesnate në DPB Gostivar, nga qendra urgjente Gostivar është denoncuar se tek ata është dërguar me lëndime të rënda trupore një 42 vjeçare. Sipas denoncimit, ajo i ka marrë lëndimet nga shpërthimi një bombole gazi dhe për shkak të seriozitetit të lëndimeve është transferuar në kompleksin e klinikave në Nateres në Shkup. Inspektim në vendin e ngjarjes është kryer nga ekipi i DPB Gostivar.